tërheqjen izraelite, duke vënë në dukje se kryeministri Benjamin Netanyahu ka tejkaluar në krimet e tij gjenocidale edhe diktatorin Hitler. Presidenti turk theksoi gjithashtu rolin pasiv dhe heshtjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve tjera ndërkombëtare, si dhe shteteve që nuk reagojnë ndaj dhunës. Ai paralajmëroi se përgjes për gjakun e civilëve të pafajshëm, përfshi fëmijët dhe foshnjat janë jo vetëm agresorët, por edhe ata që heshtin para kësaj dhune. Duke u përgjigjur shqetësimeve për stabilitetin rajonal, Erdogan bëri me dije se Turqia po monitoron nga afër zhvillimet dhe është në gatishmëri të plotë për pasojat që mund të kenë sulmet izraelite ndaj Iranit në rajon. Ai shtoi se autoritetet turke kanë bërë dhe po bëjnë përgatitje për çdo skenar të mundshëm negativ. Ky qëndrim i presidentit Erdogan pasqyron tensionet në rritje në linjën e mesme, ndërsa Izraeli intensifikon sulmet ndaj Iranit dhe aleatëve të tij në rajon. Situatë jashtëzakonisht e tensionuar dhe delikate gjithandej. Definitivisht. Secili shtet tashmë veç është duke u rrështuar, është duke u forcuar, është secili prej tyre po i lexojmë edhe deklaratat e tyre duke thënë që po armatosemi për të mbrojtur kufijt shtetëror të vendeve ose të shteteve në të cilat ata edhe udhëheqin, kështu që po shohim një botë krejt ndryshe nga 10 vite të fundit, ndoshta prej pas luftës sonë, një botë krejt tjetër. Padyshim. Shpresojmë që mos të eskalojë